Arrestohet në Spanjë shqiptar i shpallur në kërkim ndërkombëtar. Bëhet fjalë për Adriano Giçi, 40 vjeç, banues në Sarandë, i cili ishte dënuar me 20 vite burg për rrëmbim personi dhe trafikim të lëndëve narkotike të kryera në bashkëpunim. Operacioni u realizua fal bashkëpunimit me partnerët ndërkombëtar, ndërsa tashmë pritet procedura për ekstradimin e tij drejt Shqipërisë. Por historia pas këtij arrestimi është shumë e rëndë. Gjithçka nis në verën e vitit 2015 në Sarandë. Mbrëmjen e 17 qershorit, Ridvan Lamaj, babai i 2 fëmijëve, ishte duke pirë kafe në shëtitoren e qytetit. 2 persona të njohur për të e ftojnë të hip në një makinë, një BMW X5. Ai pranon dhe që nga ai moment zhduket pa lënë gjurmë. Familja nuk dëgjon më kurrë prej tij. Sipas hetimeve, mes Lamaj dhe autorëve kishte patur konflikte të mëparshme të lidhura me trafikun e drogës. Ata njiheshin mirë me njëri tjetrin. Madje sipas dosjes, të tre kishin qenë të përfshirë në transportimin e kanabisit drejt Greqisë. Skema ishte e qartë. Droga transportohej në këmbë jashtë pikave kufitare. Në këtë aktivitet, sipas gjykatës, Adriano Giçi kishte rolin e financuesit dhe siguruesit të lëndës narkotike, ndërsa bashkëpunëtorët e tij merreshin me transportin fizik të drogës drejt territorit grek. Por disa ditë para zhdukjes ndodh diçka që ndryshon gjithçka. Gjatë një rruge trafiku, Ridvan Lamaj vendos të kthehet pas pa e përfunduar transportin. Ndërkohë të tjerët vazhdojnë rrugën. Gjatë natës në territorin grek, ata përballen me një sulm nga persona të maskuar që tentojnë të grabisin drogën. Sulmi dështon, por dyshimet lindin menjëherë. Sipas autorëve, dikush i kishte tradhtuar dhe dyshimi bie mbi Lamajin. Ata besojnë se ai kishte organizuar grabitjen. Kjo sjell përplasje dhe tensione mes tyre. Lamaj i mohon akuzat, por duket se kjo nuk mjafton. Më 17 qershor 2015, disa orë para zhdukjes, Adriano Giçi shkon në shtëpinë e Lamajit dhe kërkon ta takojë. Më pas se telefonon, takimi organizohet në qytet dhe aty nis fundi i historisë. Lamaj futet në makinën BMW X5 duke menduar se do të sqarojë konfliktin. Në timon është Giçi, nëse diljen e pasme bashkëpunëtori i tij. Makina niset dhe brenda pak sekondash situata ndryshon. Sipas hetimeve, në momentin që mjeti largohet nga qyteti, 2 autorët i bllokojnë lëvizjet Lamajit me forcë, i marrin telefonat, i heqin çdo mundësi komunikimi. Dëshmitar të rastësishëm kanë dëgjuar të bërtitura dhe sharje në ato momente, por askush nuk e ndal makinën, askush nuk e di se çfarë ndodh më pas, që nga ai moment Ridvan Lamaj nuk është parë më kurrë. 2 vite më vonë, në vitin 2017, drejtësia shqiptare jep vendimin. Adriano Giçi dënohet në mungesë me 20 vite burg, ndërsa bashkëpunëtori i tij, Viktor Islami, me 19 vite. Të dy kanë mohuar akuzat gjatë procesit gjyqësor, por gjykata i shpalli fajtor. Për vite me radhë, Giçi arrin të shpëtojë drejtësisë. Deri tani, arrestimi i tij në Spanjë rikthe në vëmendje një nga ngjarjet më të errëta të Sarandës, një histori që nis me trafik droge, vazhdon me tradhti dhe dyshime dhe përfundon me një zhdukje që ende sot mbetet pa përgjigje. Pyetja që shtrohet është: a do të zbardet më në fund e vërteta për fatin e Ridvan Lamaj, apo kjo histori do të mbetet një nga misteret më të rënda kriminale në Shqipëri?